Hetuesit e IPK së ditë më parë kanë filluar të ndërmarrin veprime fillestare hetimore lidhur me veprimet reagimet policore, ku dyshohet se janë përfshirë 3 zyrtar policor. Pas së këtyre veprimeve, IPK i ka rekomanduar Policisë së Kosovës suspendimin nga detyra e 3 zyrtarëve policor të stacionit policor Alfa në Prizren. Zyrtarët policor kanë ndaluar automjetet të paregjistruara dhe motocikleta që qarkullonin në kundërshtim me dispozitat ligjore, duke iniciuar fillimisht procedurat përkatëse policore. Sipas së gjetjeve fillestare të hetimit, dyshohet se zyrtarët policor nuk kanë vepruar në përputhje me obligimet e tyre ligjore dhe zyrtare, duke mos vazhduar me procedurat e parapara dhe duke lejuar personat kundër vajtësit të largohen pa i ndërmarrë masat përkatëse ligjore. Ky rekomandim për suspendim është bërë me dyshimin se të njëjtit më 11 qershor 2026 në Prizren, me dyshimin se veprimet e tyre përbëjnë elemente të veprës penale, marrje e rishfetit, e sankcionuar sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Hetimet lidhur me këtë rast janë duke u zhvilluar nga Departamenti i Hetimeve në IPK në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore me qëllim të sqarimit të plotë të gjitha rrethanave dhe veprimeve të zyrtarëve policor të përfshirë. Rekomandimi për suspendim të përkohshëm të zyrtarëve policor është ndërmarrë me qëllim të mos ndikimit në procesin hetimor dhe garantimin e pavarësisë dhe panshmërisë së hetimeve. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.